Gjula goshtën beti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. A do qumësht apo valë, Komarica vjen vërdalë. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Përshëndetje. Të dashur miq dhe mikesha. Takojmë sot në këtë mbrëmje të ditës së enjte këtu në Vision Plus në Fake Off. 11 qershor 2026 me një lajm si hariq. Sot fillon heqja e non gratës. Sot fillon kampionati botror i futbollit në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada, por përkon me heqjen e non gratës të Sali Berishës. Se pikërisht duhet fillonte sot botrori? Sepse sot përkonte me non gratën. Pra, ngjarje është kjo. Heqja e non gratës. Botrori s'është ngjarje. Bravo Mondi, bravo Klodi. Të thash, Klodi. Klodi qa? Kam paguar kafet e dynjas, tha, në Amerikë. Për t'i hequr. Sa më përqeu doktori. I minut. I sqarim. Jepe, Mondi. Zbritit flasë unë. Jemi gati ku do hel. Unë erdha. U krye. Me këtë deklaratë. Akoma nuk është konfirmuar nga departamenti, nuk ka konfirmim zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që sheq non grata. Madje ka zvera që i kanë dhënë leje vetëm për të shkuar për vizita mjekësore. Sa la fazan që me shumë mundësi janë gratës, i thonë, hajde që mos të ikësh më. Por urime, doktor. Seriozisht e këtë jo. Nuk ja kanë hequr non grata. Mund t'ja kene heq pak, se ka 4 vjeç. Unë s'kam qenë kur non grata, thaj, doktori. U tha gazetarëve. Si s'ka qenë s'kur? O shikoj me qa entusiazmi se më habitet e ti. Sot, ajo që mund të them ju dhe çdo shqiptari u thanë Parlamentin e Shqipërisë, u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata, kur. Ka patur një sankcion vizën. Pra nga sot ju mund të lëvizni i lirë në Amerikë, ju dhe familjarë. Tani edhe një herë, ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara. Sot unë them u ktheva. Po ku ktheve se në Shqipëri mërdo këtë gjë? Se ka ikur. Nuk ka qenë non grata. Thjesht ka pas sankcion që mos të marri vizë dhe ndalim hyrje në Amerikë. Që është praktikisht fucking non grata. Është definicioni non gratës, është mos të japin vizë, mos të ishdo të Amerikë. Kjo është non grata. Po mirë, ti pse bën se kur kam në një entuziazm? Je pa dëshiruar. Po si, po le gjuna, pse? Nuk thosh kjo. Po le, ta çfarë bësh? Pa le mos e zgjo, le. 8-4-4-2. Ta zgjoj se fillon në ndeshje. Për pak. Doktor. Azzurro, azzurro, dove? Azzurro, Albano. Urdhëro. E zebra, jam tifos me Itali. Azzurro. Di pomeriggio dopo azzurro, è vero, Conte. Dëgjoj, taksi neqër. Ka. Po pse tani ti? Sankcionin e vizës. Dëgjoj Albano. Dëgjoj. Nuk besoj se jetë e kofi. Jo, jam në shtëpi. Albano. Ç'kem? Aman mor Albano. Na u lodh xhepi duke paguë. Erdi la civitaja. I dham 6 miliona ti. Mos si hangsh ti hash. E kam mallkuar. Mallkimin të zë. Faleminderit shumë Edi Ramës. Pagoj kesh. Se Rama pagoj për ty? Rama. E kush është qëllimi mbas kësaj? Të më thaj që dole këta në protest tani. Po. Edhe bërtitën këta. Rama në Burg, Berisha në Burg. Në regu, tani do bërtasin. Rama në Burg, Berisha në Washington. Se mos është gratë, doktor. Azzurro. Urdhëro. Dëgjoj. Se mos është me të futur, mos tonë hajde sa për vizita mjekësore të mbajnë aty. Do Sali Berisha muaj. Po, aty do të thonë Sali Berisha. Le se po fillon ndeshja me Italinë tani. Po nuk është kualifikuar Italia, është Meksika me Iranin sot. Po çfarë shkoj po shikoj unë? Në jugut. Mos shikon përsëritje.
Sa më plikeri transmetimi. Mire, ashu, ta Albano në vizioni akoma? Jo, jam në shtëpi. Mirë pafshim zemër se fillon ferma. Hajde, me kryeti, me Mozën apo me Ilirin, apo me Visin, apo me Romirin. Unë jam me Agan. Okej, në rrëmë, hajde, që. Samir bën të hoqën. Samir bën të hoqën. Gjoqa, Samir bën të hoqën, e ferma Qa ta? Për ty? Po. Seriozisht e ke? Me tha doktori, e ka marrë vesh, sa merë vesh, more, se di ti e di ky. Po, kishte dalë edhe ky Klliçi të paça. Në paq. Kush Këlliçi? S'kifter Këlliçi, e shkrimtari. Ja, Ky ore... Bledi Këlliçi. Belua. Bledi Këlliçi. Belind, more, Belua. Sot një padrejtësi shumë e madhe është bërë zyrtarisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe nga Administrata Amerikane. Aktakuza më e madhe sot për Partinë Socialiste është heshtja juaj. Duhet të ngriheshit minimalisht në dinjitetin e ligjvënësit dhe të përshëndesnit një vendim që është bën një njollë të madhe mbi kuvendin e Shqipërisë, mbi politikën shqiptare, mbi Partinë Demokratike, mbi opozitën. Sot është PD-ja në opozitë, nesër do jeni ju zotëri. Ta keni të sigurt që shumë shpejt slogani i ri do të jetë Ramanburg, Berisha në Washington. Faleminderit. Qa thua, Madan? Prita një sekund. Qa thua, Dima, qa thua? Mos e besoni, thot. Se? Mos beso atë... Po pse më mirë foli djali? Mirë foli djali. Pse mos ta besojmë? Sështë e vërtet 100% që shequr grata nota. Në fakt, o ti Belind, dëgjoj vllai, mos ma merr për test. Jo Albanon. Pse s'ta i treguat këtë dokumentin që? A ka email? Po pritet do 2 javë të është në furrë. Të printohet? Do 2 Ta javë. printojnë te Klodi, ka Klodi me printime. Si ishte ajo kënga që këndoi ti në pandemi? Kush këngë? Bella ciao. Una mattina mi son svegliato. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Era ma në burg jep doreqe, era ma në burg jep doreqe. Kollitur. Është kënga që kënduan parlament. Shqipëria që kemi sot, pa diskutim, është Shqipëria e 12 milion turisme. Tani, ju mund vërtisti sa të doni. Edhe mund kërkoni dhe dorëheqjen e Ramës. Pa diskutim, vazhdon. Mami ke minuta këto. Ka muzika gjën kolegun. Ka muzika gjën kolegun. Po. Mund vazhdo. Fiskeziato in nome zomba. Ky është parlamenti Qa po thoshin? Më kapedan. Daj ko jepe 20 qen. Shu po thoshin? Daj ko jepe 20 qen. Shu po thoshin? Puna ta vro. Daj ko jepe 20 qen. Po jo, mërë se thonë. Nes kafe azera. E tëra dhe bera. Mondi, Oj, nuk kemi për aparat ekspresin. e ke shok me vete. Pa kuj të ftoh tani, s'ka të ngro tani. Mundi i dhe grosë bazishirë, për me qeri vera. Aroma qellore dhe shia 100% arabika. Leti thonë ku do ujë me gaz. Në Shqipëri i thonë glina. Glina. Ai që prite i erdi. Mesia zbriti në Shqipëri. Erdi prapaj? Kusho? Po se ku e kalëm bërja 800 vjetë tjera. Kusho? Pa fa për Mesia. Erdi Mesia. Po që e më tha për 8 nga vitit 3000 do vitë. Po jo, shikoje. Erdhi përfundimi i komunistave dhe agjendëve që kanë dalë këtu vërdall. Ne i kontrollojmë, ne kemi ngritur studentët që janë në Maqedoni, ne i organizojmë këtu, po janë ja 7-8 veta, unë e kam nxjerrë në televizor, cili është ai person që është i futur nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Pra, shqiptar, duruat më datën 13, është dita e fundit e agjendëve, e spionëve, e këtyre që rrinë këtu që paguen, edhe hiqen trima, këta janë lëmazh. Lëmazh? Lëvozhg. Lëmazh do me thënë, lamash apo qa? Jo, që themi në lëvozhga, këshu lozhdra. Lozhdra. Lozhdra e ke pra... Lëmazh, këj thot lëmazh, lozhdra. Edhe Rama ka rënë. Prap ka rënë aje, u bëtëso pra i shkreti, nge duke rënë. Dhe ti, a i thua bës servitje. A i ka rënë, ja. Edi Rama ka rënë.
Qeveri teknike e kemi kryuar. Me shqiptarët, me ju, u gëzohem për gazetarët e rinj që janë shpresa e kombit ju, kurse ata që quhen gazetarë e analistë për televizor, ata që po flasën aty, ata janë agenta, neve I kemi zerë dokumentat, do shikoni dokumentat spaku që kanë erdhur nga inteligjenca jonë. Artificiale. Dëgjoj, zoti Pilinçi, me gjithë respektin. Jo zoti, po profesor. Profesor Pilinçi, emrat e qeverisë teknike me ju si president, shkruajeni një stop letër, Atë letrën kështu pa loseni në formë tubi dhe merreni e dini vetë ç'bëni me të. Urdhëro. Nuk të pyet ty asnjë, edhe në Amerikë Trumpin e këta si pierdë fare. Megjithmonë. Por unë Ka filluar palestrën. Po ç'po lesë më, ky është kryeministri I kujt? I teknikës. Po ky sa bën presidenti tani. Po ndroj. Nuk s'ka godin. Deri në fund do na bëhet duka. Dëgjoj. Shqipërisë. Unë jam amerikan, unë jam misioner, u kam thënë 1000 herë. Unë jam misioner, unë nuk marr urdhër as nga ambasada, unë jap urdhër. Edhe ambasadën amerikane e keni këtu. Por mbështetjen nga Amerika e keni. Unë jam amerikan. Amerika është pro jush për tu vendosur Amerika është 100%. Çaj tha? Amerika është kështu, më është për të gjysh, është për shqef. Modi, jep edhe një këtë, çaj që kjo 100%? Të lutem, se dua të... Se më duket sikur... Unë jam amerikan, unë jam misioner, u kam thënë 1000 herë. Unë jam misioner, unë nuk marr urdhër as nga ambasada, unë jap urdhër. Edhe ambasadën amerikane e keni këtu. Por mbështetjen nga Amerika e keni. Unë jam amerikan. Amerika është pro jush për tu vendosur Amerika është 100%. Qa thotë? Është 100%, është për shqef. O Mondi, është provokim kjo? 100% more 100%. Po nuk u thanë ato dy shkronjat e fundit. Përse ka kapur, e kanë prerë keq montazh pa dashi. Ja kanë lënë në gryk. Ja ka, tamam. Po dhe ky ka dëgjoj. Profesor Pilinçi ka drejt, sepse është amerikan, është dhe kryeministër. Shqiptarët e mi dashur. Po thot vërtetën që është nuk është këtë. Po se thot. Shqiptarët e mi të dashur. Data më 13 të mblidhi. Bashkohi, të takohi motra me motrën. Me vllain që I ka marrur tokën. Se shpresa janë gazetarët e rinj. Se në 12 nesër mblyhet. Protesta dhe vihi. Shtatë universitete. Ju agent do ikni tërë burg. Do t'jeti itinerari. Në datën 13 është marshim me qytetarët. Ju falenderoj. Marshim do vinë po thuaj 1 milion njerëz. Do vinë nga Kosova, Maqedonia, Malizi. E kupton ti çfarë do bëhet? Po Albano që vetëm zgërdhiesh. Është kryeministri qeverisë teknike. Qeverisë. Po se ti flet keq. Se nuk flet qeveri, flet qeveri. Për mua ti gjëra sikur ditë klasa është mira. Për mua. Po di qeveri thon. Po jo, qeveri thon faktikisht. Unë e di thon qeveri. Po e di pse është ky kryeministër. Pse? Sa klikime ke ti? Ku? Ku ke postuar, qa ke hedhur? Në total apo në një ditë? Jo total në një ditë. Po varet, mund të kem ka 500.000. Në një ditë o? Budalla e tja, edhe nuk me është kryeministra. Po që? 2 milion ka përgjithsej. Edhe është kryeministër. Se është në klikime tani. Sa më shumë klikime, unë në dogja. Se? S'bëjën, kryeministër. Kam 8 milion. Klikime. Ti je overqualified. Nuk shkon, është derdhur gota. Je mbi kualifiku. Unë jam kryeministër I qeverisë teknike zotëzi. Ne e kemi bërë. I qeverisë me Shqipëri kufin natyror. E të shpallur apo I zgjedhur? Mua kam 12 milion klikime. Radna! Po kyna lega Po kyna lega mbrapa neve, pas ka 12 klikime, total në jetë, do me thënë? Total. Unë 12 klikime ka me 3 video. Në YouTube. Jo, tu. Ti ke me 2. Po të mlejmë këto të karierës, ja ka lebe Dua Lipës të 2 bashkë. Karierën, se ngele karierën lik. Do vesh në burg. Se? Jetë e lista e këtyre 86, 85 gazet. Ti si jam unë. Unë jam apo ti? Po ti o ti. Po ti o ti. Se do mungoj, unë s'jam. S'do vesh ti në burg për mua. Jo, po se s'jam unë. Se jam Robert Drenika, bi burgun për ty. Jo, Pilinçi s'ka patu frikë, as nga Berisha,
as ga jam, unë do t'i heq zvarr, por ja kam lënë popullin shqiptar që t'i heq zvarr një nga një, po jo vetëm ata. Për ton vetë. Janë 85 të quajtur analisa dhe gazetar që janë për televizor. Shpresa që janë për shqiptar jini ju. Kur thoni zvarr fizikisht në kuptimin e parë apo figurativisht? No, fizikisht. No. I kemi për të hequr zvarr, do t'i shihni në Skënder. No, motherfucker. Do t'i shikoj dhe Skënderbeu. No. Do të treqin Ramën. Yes, we'll be looking. We will drag him. Po kur ta treqin Berishën? No, do i thot. Ajo, no. Shpëtoj Shqipëria me këtë tani. Pilinci, te quiero. Profesor, te quiero. Ardhi dita shqiptar të mi. Vizitoni vërshoni në zonë Electronics, në bikalim tastirit. Po, Astoria. Në Sauk. Merdeseja. Në Medreseja, merni me leonat me vete të bleni tera oferta. Dhe rrore, e sa produkte amerikane, no. O zonë Electronics jetoni më mirë me qeveri teknike duke kushtyje. Ashtu, mos harroni në datë 13, në Sabah, shqiptar të mi, publicitet. Birra, salqiqe dhe arrestime. Ishtë slogani... Kafe, glina, ujtë... Ore, slogani Pilinqit, do e zëmëstime. Ore, merë vesho. Birra, salqiqe dhe arrestime. Është slogani i profesor Pilinqit. Ishte maruria. Qa thua, Klodi? Bëjmë gati për të arrestuar? Të vetë arrestohem? Të vetë arrestohesh, pëse? Po se ka në listë. Agenti i Grekut ishte tja për i Serbit, Sarova. Po ku di unë se si ma tha, po që edhe shumë i pasur ta, me qaj ke bërë vilat. Me qaj ke bërë vilat ti që zgërdhjesh në zjerë dhëmt. Zgërdhjesh në zjerë dhëmt. Tani, faktikisht, që t'jemi tamam. Ky slogan është tamam motivus për protestusit? Nuk e di sepse nuk ashtu... Se do jetë tjetër jo, ky është manifestim. Po si kur të pyesi popull. Do jetë në... Seriozisht e ke... Sa të zgjuar jeni ju artistët? I kemi mësuar nga më të mirët. Asam, hajde pjote, këtë do pjosësh? Soni të pjosi popull. Soni, pjoti? Kryeministri i Qeverisë Teknike, Pilinqi mbriti. Birra, salqiqe dhe arrestime. Ky është slogani. Mos u merr me këto, më. La merrini me këta? Ishte protestë tjetër. Çfarë protestë më? Çfarë duhet ai më? S'do të fare thoni ju, Ah, si gjan botë më. Ky është kampioni më. Çfarë merrini me këta punë? Po pse dele? Del kotë mërë me hënë kap një copë kotë mërë, burse kam një gjakun. Kush është kampioni? Kampioni është vetëm Rama më. Vetëm Rama. Imagina kur ka hellë Ramën, që u bërë në këtyne. Kur ka hellë nanën, imagina që u bërë në këtyne. Këta i ka kërra, disi ka salat. Isho të vi Pilinqi. Po Pilinqi ishte t'jem protest, pra. Ishte më mirë ta marri, a i ta marri. Po gjo, prap komunistët e spionët do t'i marrin detirat edhe e leku. Po e pensionist, po dalë të themo të ashtë një loj gjana që dhe të ma besenjist nuk në. Po pa tjetër. Po le Pilinqi, andra dhe fantazi. E ne kemi cakë në tu që na bje turizmin më shtorë këtu në Shqipëri dhe ne do ngelim të këroj dhëmë të hafara. Po lumë Pilinqi mbriti. Birra, salqiqe dhe arrestime. Gjithë, ky vend vetëm ka pjellur të këqija. Nuk ka pjellu gjërat mira, historikisht po ta marrësh, ta vlerësosh, jemi njerëz si pjellin qiell, dhe kur do të bëjmë gjë të mira, fosim 100 gjëra mbrana, çajme për çajme bëjmë. S'ke fare. Birra, salqiqe dhe arrestime. Gabim. Gabim se? Duhet salqiqe. Birra, salqiqe dhe arrestime. Po pra, qa ka dash thot me këtë, në fakt? Apo ku merret dash? Merret dash të vëllë. Plum Pilinqin e njiftin këse? Pa e njohë, kështu e kam dëgjuar, kështu. Ishte djenë protest? Po, protesta është gabim. Ti si e komentoni? A i është burdi më budallaq që ka Shqipëria, gjithë nga 12 dhe sot. A i shqyqy që ka parat, që mbanë ata 12 budallenja ti e radhë. Pilinqi mban mend njerëzit që flasin keq për të. Sa? I mban mend. Mua, dhe në mbaj, që do me muj. A ishë një tigër për letëre. Birra, salqiqe dhe arrestime. Slogani i ti për protestën, si e komentoni? Lema që pata. A i bërë komendia, por ne që do të trokasim... Vishet mirë i shoqëruar? No, edhe mund vishet mirë, që do më thëmë. Mund vishesh në kalorën... Po qartë i kulluar, Ka gjënë ti budalli që... Po me plon Pilinqi do e shqipë kullati. Kja vleva, va. Ja vlen, ha? Ky është me një... E ke takuar me një?
Kam qënë në audicione që ky leksione që ky jep të domethënë edhe Pa i të shënim? po më kam fletore, kam fletore, kështu që ky për mua ky ja vlen. Bira, salqiqe dhe arrestime, dhe. Po ti fusi dhe në gjë tjetër nga mbrapa. E do robi dhe i të mgura bjen, po. Shqiptarët e mi, mos harrojnë, nesër do kemi sheshin të mbushur plot për plot, sepse në orën 18 është protesta. Prit. Dhe në orën 19 është 35 vitori PS-s, që janë dy gëzime në një ditë. Jo, mirë si duhet. Çfarë shikosh? Gjysmë finale. Nuk e shikoj fermë, që kurtoj të ty. Gojni se është gjysmë finale bet nanë. Nga unë Albano, natë mirë, s'keni parë gjë akoma. Nesër